Miq të Prizmës. Sot është 14 shkurt edhe në përgjithësi njerëzit në epideminë e krijimit festave festojnë Shën Valentinin. Sigurisht nuk është një fest tradicionale shqiptare, nuk është, s'ka qenë kurrë edhe mbase duhet të thënë që kur festohet nuk është keq, le të festojnë. Kur kthehet në epidemi, pastaj është marrëzi kolektive, si zakonisht ndodh ke ne. Problemi i Shën Valentinit si fest nuk ka si gjatë keqe përveç faktit që deformohet edhe krijon mundësinë për të keq interpretuar në shumicën e rasteve duke mos ditur asgjë çfarë origjine ka kjo fest, nga vjen, çfarë lidhje ka me ne, çfarë lidhje ka me botën e qytetëruar, çfarë lidhje ka me perëndimin, çfarë lidhje ka me krishterimin. Pyetjet të cilat as kërkujt në shumicën e rasteve nuk i bëjnë as përshtypje, as i shtrohen si pyetje. Thjesht ka ardhur moment që dakord do ta festojnë. Pastaj pse e ngatrojnë dashurinë të dashurat, dashnoret edhe gratë, kolektivet, dhe me thënë shkohet festohet Shën Valentini me kolektiv, këto marrëzira ndodhin vetëm ke ne. Gjithsesi, hajt, mirë thonë italian, çdo skuzë, me thënë, për të festuar nuk është e keqe. Shfrytëzohet çdo rast për të festuar. Është më mirë të festosh se të bësh luftë. Dhe në këtë drejtim gëzuar, kemi pas një fëmijë të vogël këtu dikur, tash është rritej. Dhe kur i shifte gratë duke dalë në lagje kështu bashk, imagjino dilshin gjithë gratë për me hangër pasta për Shën Valentin. Edhe ai nuk i thote, ishte i vogël, nuk i thote Shën Valentin, po i thote Shalaventin. Kështu që më i gra e gëzuar Shalaventinin, edhe jo gratë, jo tjerët, sepse s'ka si gjatë keqe që festohet. Tashi, në rast të feste, ditë shtunë, të flasësh edhe për Sali Berishën është të merë, por ja që ai e zë, ka aftësinë për të zënë. Ai është njeriu më gojë shturë dhe më gojë ndyrë, ka mësuar të gjithë shoqërinë shqiptare këto 30 vjet që të shajnë, të kërcënojnë dhe të bëjnë të fortit në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse origjina e tij dhe të gjithë këtyre, sidomos Enverit dhe Saliut janë me edukatën e nënave të tyre, aneve. Atë e ka edukuar Aneja, tjetë ashtu kriminal, dhe këtë me sa duket shiqerja deri 14 vjeç. Janë tipat këta që sigurisht pastaj atë djalin e mamas kanë kthyer me të fortin mrapa. Nuk e di e veni re këtë që Sali Berishën kur i dalin burra ose gra përpara që e kërcënojnë, i përgjigjen me gjuhën e tij, ai meket. Se në të vërtetë nuk është trim. S'ka qenë kurrë trim. Është një njeri i cili është mitoman i politikës edhe i ekzibizionizmit të shëmtuar të turpshëm politik. Ka shfrytzuar të gjitha folklorizmat edhe bolshevizmat e tij, folk-bolshevizmin e tij për të bërë të fortin. Dhe ai tenton prapë bëj të fortin e 83 vjeç. Me gjithë moshën edhe me gjithë paaftësitë që ka, sigurisht, nuk është më i ri si dikur, por ai ka tentuar dhe ka treguar që do të bëj të fortin, bile ai ka vrarë. Tashi ai me molotovët edhe me këta kaçurelcat edhe me kapuçonet e zi, këtë do që të bëj. Ti tregoj botës që shiko unë jam i fort akoma, me mua duhet dialoguar, sepse unë kam aftësi ta djeg vendin. Edhe thonë, hajde të bisedoj me ty. Tashi praktikisht ai ka treguar që vret. Domethënë, kur ati është bërë një protestë e dhunshme, ai ka vrarë. Dhe ka vrarë ata që nuk e meritonin për të vrarë, po ka vrarë njerëz në bulevard me dur në xhepa. Pra, ai do të tregoj këtë. Kësaj radhe më pëlqeu ajo ministrja Albana Koçiu, nëse nuk gabohem, se ja ktheu, e bëni patologjikisht smur, edhe një njeri që jo vetëm s'ka zemër, por është edhe vrasës. Edhe sigurisht ja kthyen edhe dyja, le të thonë, jo Zeqineja, jo Elbasanit. Ato ja kthyen. Bile Zeqineja i foli me shumë edukat. Çfarë thot majmunati i Sali Berishës, ata të luajturit mend që i shkojnë mrapa, Sali Berishës ky është muhabet tjetër. Por ja kthyen edhe ai nuk ishte i Zoti. Filloi po kështu si Sali Berisha janë edhe Flamur Noka dhe këta trimat e Partisë Demokratike. Një pjesë e atyre që kanë bërë gangsterat, tash o janë burg, o kanë ikur, o dhe kanë marrë vesh, ose ju kanë përfunduar dhe fëmijët në burg. Tash kanë mbetur ca adoleshent, sigurisht, si nipi i atij syrit të vet, Qimpekës,
që me 5 gram barë, domethënë dalin e bëjnë, jepi pak shashe dhe ja dolën. Por ajo që duhet marrin vesh edhe këtë duhet ta marrë vesh Edi Rama, në fakt që edhe ai nuk është kaq trim. Bën edhe ai si trimin, se po t'ishte trim nuk do të kishte toleruar Sali Berishën, megjithëse i ka riverdisur që të bëjë njeriu më gojndyrë, më të shëmtuar, të shëmtoj parlamentin edhe të shëmtoj të gjithë. Sepse sigurisht ka lejuar që edhe ai Taulant Balla ka lejuar që Sali Berisha ta fyej nga familja. Më kujtohet edhe Erion Veliaj. Sepse njerëzit që nuk e lejojnë Sali Berishën t'i fyej, siç i kanë fyer për nga motra njërin nga gruaja tjetrin, i kishin kthyer në fyt. Ja kishin pre fytin Sali Berishës edhe gjithë familjes tij. Nëse i shan gruan, nëse i shan fëmijët dhe nëse i shan motrën. Shqiptari nuk e ka zakon ta tolerojnë, le ta tolerojnë danezët. Shqiptari jo. Mirë, po Sali Berisha e di se kujt ja thot. Se aty ka pas disa tjerë, po Sali Berisha nuk ka thënë gjë. Ata kanë shah me robe me motra, me çaj ka dalë, me çaj ka ardhur, Sali Berisha nuk ka bërë zë, se nuk është trim. Sali Berisha është trim me Edi Rama, se e njeh që do kallablek të bëhet trim. Vetëm e ka problem të madh, që kur i del ai thuthuqi edhe i ban me kështu. Se po me të bë peshprisht ai mund të ishte edhe acid. Ati duhet shuar edhe duhet marrë gjua dhe nxjerr jashtë, kupton mi, për nuk është ka këto trima. Do thoni jo me edukat, nuk është me edukat Edi Rama, sepse kur fillon fjalimet e veta, krahasimet e veta bën më keq se Sali Berisha. Problemi është se Berisha e kupton duke qenë folk politik, duke qenë djali i shiqeres, me edukimin e shiqeres. Imagjino çfarë idiotësh kemi qenë. I kemi shkuar mrapa Sali Berishës 10 vjet, spaku si puna ime, edhe më tepër ndoshta. Duke e dorë trokitur, duke e ditë që Rama ti e ka emrin shiqere. Dy njerëz që i vjen emrin shiqere, kuptohet edhe kjo pastaj çfarë mund të ketë edukuar Sali Berishën, s'ka as fotografi të prindve Sali Berisha, të bëjnë edhe demokracinë. Mirë se ka përfituar nga komunizmi, ka shkuar deri ke shtëpia e Enver Hoxhës. Ati i raft pika ballit aty dhe në Zhmijës, që fusin në shtëpi këtë majmun. Këtë folklorik, por e kanë bërë dhe antikomunist. Se një anë e futën në shtëpi Sokoli me Lilianën, në anën tjetër i thoshin Malok. Imagjino të çfarë poshtërsisë, çfarë legendësh kanë qenë ata edhe këta bashk. Në këtë pikë ne kemi pritë që demokracinë ta bëjnë kështu gangsterës që bëjnë të fortin. Që imagjino tash çfarë si merrmendja këtij njeriu. Kur i thua që ka gjojtur me Molotov njerëzit e Sali Berishës, jo thotë ka gjojtur policia. Edhe gazetarit e ka gjutur policia. Policia e ka gjutur me ujë. Nuk janë ndjek policët, s'kishte policë, asnjë. Dhe kështu bëjnë edhe Berishkët, i kërë nëpër Facebook. Nuk e di sa mund të jenë 10.000 njerëz, ata bëjnë zhurmë më të madhe. Jo, s'kishte policë. Kurse kjo, bravo, ja ktheu. Tashi ajo është më trime se sa Edi Rama. E para herë që më pëlqen një grua, ati duhet shquar edhe i treguar vendi aty në parlament. Se po t'ja tregojnë vendin në parlament, ai nuk bën më kështu. Nuk bën më trimin. Nuk trimrohet para shqiptarëve. Detyrohet të iki, sepse në themel është frikacak. Është një pusht frikacak që nuk ju det burrave përpara. Sepse po ti kishte dalë burrave përpara, kanë qenë 2-3 njerëz aty, që si kanë ndan gjapa asha, por nuk ju ka thënë gjë. Sepse e di që për tyre merr përgjigje. I ka thënë Taulantit, i ka thënë edhe Erion Velijes që s'merr përgjigje. Ose merr përgjigje, por merr përgjigje prej zymbylash. Jo përgjigje për burrash. Po të marri përgjigje për burrash, i kthejnë në fyt. I kthejnë në fyt dhe ja han gabzherrin. Burrat e vërtet po, nëse do të shahen për familje, po do të fyen. Nga familja, nga motra, nga gratë, ashtu të kthejnë ata. Ata edukat le ta kenë danezët, norvegjezët, finlandezët, e ku ti këta ezët. Po jo shqiptarët. Dakord? Shqiptarët kthejnë në fyt. Dhe nuk kemi nevojë të bëhemi evropian nëse duhet patjetër o të bëhemi burra të tillë që s'japin përgjigje, o gay. Këto më falni, po kjo lloj Evropet nuk është në interesin ton, ose shumicën e këtij populli. Ndryshimi që i ka psuar Sali Berishës është se e kanë kuptuar që ai është një frikacak. E kanë kuptuar që është një person që provokon dhunën forcën, ushtron dhunën forcën për të bërë faktor që të huajt vinë këtu, thonë, shikojnë çfarë baktijet janë këta. Po i sundojmë tash dhe po i gjejmë një të fortë tjetër që t'i sundoj. Ky që djegë, ky që vret edhe ky që i vret edhe këta i shkojnë mrapa, i bëjnë kështu, ky keka për këto, kështu që hajde t'ja promovojmë. Me këtë ulur në Bizedoni tani.
Dhe për fatin ton të keq e ka pranuar dhe partia tjetër, ka pranuar Edi Rama bashkë me Partinë Socialiste. Ku ndërkohë ai duhet ishte i eliminuar politikisht dhe njëkohësisht një faktor zero i shëmtuar, pavarësisht se ashtu është, edhe fizikisht. Jo të vi dita një 83 vjeçar të vazhdojë të shajë, të fyej gjithë gratë e mundshme, të gjithë burrat e mundshëm, gjithë popullin e tij ta fyej kudo nëpër botën e Evropë, të pshtyej për ditë mbi popullin e tij, mbi shoqërinë e tij, sepse do me ardhe në pushtet, sepse do për bythën e lirisë, për bythën e asaj të bijës, që është si surrati i tjatit, Argitës edhe të Shkëlzenit, të djegi Shqipërinë edhe herë tjetër. Për bythën e djalit Shiqerës, digjen edhe herë shqiptarët që në 97-ën. Këtu ka faj edhe Edi Rama bashkë me Partinë Socialiste dhe majorancën. Faj të madh, sepse kur nuk janë përgjigjur. Ai fyej, vollët, prishet, shkatruar, këta rrinin pasiv. Duke ne pasiv, të gjithë majmunati, po dhe populli shqiptar beson se me të vërtet jeni ashtu. Dhe ne besojmë tash që keni vjedhur 4 miliard, po ma 4 miliard keni vjedhur, se s'keni dhënë përgjigje asnjëherë. Sepse po të bjefshit përgjigje do të thoshin kush ka vjedh 4 miliard ty marr majmun. Kush ka vjedh 4 miliard ty marr rrjepa cak, marr brek grisër, kush t'i vodhi ty 4 miliardet. Po këta nuk përgjigjen. Këta kanë lanë që ai të shajt fyej vazhdimisht dhe ka bërë provën e forcës. Edhe si djali Shiqerës, edhe si komunisti Enver Hoxhës edhe familjes tij, si një folk bolshevik i tyre. Dakord, hajtë gëzuar Shalaventinin, gëzuar Shën Valentinin e kolektivave në Shqipëri. Kanë dalë kolektivat me festu Shalaventinin. Me siguri që do kënë dalë. E kaloni gëzuar.